Është interesant se kur kush prej popujve nuk beson në zgjedhje demokratike, veç muslimanët janë mashtruar mas kësajna. E fatkeqësisht xhallat mundon mi bin njerëzit. I thobi Amerika me zgjedhje demokratike e boni Amerikën? Apo hinje dhe i dhezi, i kalli, apo këtën gra, burra, fëmijë krejtë dhe amor indianëve Amerikën. Çka boni? Çish e mor? Në zgjedhje demokratike, për 4 sheku ja këtën 18 milion njerëz i kanë humbë. Se ekzistojnë. Në Amerikën e sotme 18 milion njerëz nuk ekzistojnë historikisht, janë të mytë këtë. Pastaj kur e mor Britania Amerikën, çish e mor Amerika pavarësinë për Britanisë, me vota apo me luftë? Francezët, çish e morën pavarësinë? Me luftë? Tita, çish e mor pavarësinë? Me vota prej muslimanëve, këto toka çish e morën muslimanëve? Këto vilajetet që janë kont muslimanëve, këto vende kur i kanë dhënë dhe i kanë coptuar, një pjesë ja kanë dhënë Greqisë, tokat muslimanëve, e një pjesë ja kanë dhënë Malitzi, e një pjesë ja kanë dhënë Serbisë, e një pjesë ja kanë dhënë Maqedonisë, i kanë bërë shtetin mbi tokat e muslimanëve. I kanë bërë me vota apo me luftë? Pastaj, kur na i pronën neve ka kanë pru komunizmin këto, kur u kanë punë e Ferexhës në vitet e 52-ta. Është detyru peçën për me hek dhe xhallarët me dhon fetva. Çish e kanë bërë? Pse se kanë nxirr me vota, me thona, jeni për me hek apo seri për me hek apo janë i punuar me zor. Ato xhallarët që nuk kanë dhon fetva, disa janë vrarë, disa janë kanë ndikna për buxhe, disa kanë shpëtuar. Pse nuk ekzistojnë këto zgjedhje? Janë dalëshën edhe mësim besimin në për xhamia. Derisa janë nxirrën një gjenerat të reja që harrojnë nga Islami se çka do të më shkansh Islami. Edhe u integruan në shoqërinë që deshte tita, këto edhe në veri. Edhe u ndan shoqëritë muslimane në verista dhe titista, e tash pas 60 vjetëve. Prap në kontroll, në shërbimet e krejtëve të steteve të huaja, i thënë muslimanëve, dilin vota, shohim kush po fiton. Mi po kjo është një dredhi, të cilën nuk bën vetëm se njerëzit naivë dhe nuk e kuptojnë këtë realitet, sa ata dëshirojnë integrimin e muslimanëve me një shoqëri të cilën ata humbin. Prandaj, sistemi i demokracisë nuk është me na veprum të mirë me sodu. Aty po fiton kush? Ai i cili e ka pasurinë edhe ai që e ka fuqinë. Të varfrit dhe të paditurit t'i blen me parë, të meçmit t'i burgos, e pastaj e merr pushtetin. Allah azza wa jalla tha, unë ja kum çu juve librin dhe hekurin. Se nuk ngritet libri pa hekur. Me paskon që ngritet veç pa hekur, e kishu veç librin, se kishu. Pra ata ka thonë, inna Allaha la yanzi'u bil Qur'ani ma la yanzi'u bis sultan. Vërtet Allahu nuk e ndryshon, nuk i hek dosejnë me Kur'an, çka i hek me pushtet. Pra ata ka thonë Ibn Taymija rahimahullah. Dhe ka folë shumë gjatë në vëllimin 28, kush do një kthehet. Thot, wa inna qawama ad-dini, vërtet ngritja e fesë bëhet bi kitabil hadi, me librin udhëzues, wal hadidin nasir, dhe me hekurin ndihmues. Kush mendon ndryshe me ngrit fenë Allahu Azza wa Jall, ai thret në asimilimin e muslimanëve. Votat e muslimanëve me i shfrytzuar dikush tjetër për interesat e vet. Apo thirrja jon përveç asajna është dami i muslimanëve. Humba jo betejë mes të vërtetës dhe të kotës. Çish ka mundësi me ditë një lider i partisë politike se është në të kotën ai kur hoxha është mastina. Ka mundësi me ditë ai që është në kotën? Kur hoxha ja rrej shpinën, i thot graj se mirje, ndërsa ai natë ditë i ban parlament shirk Allahu Azza wa Jall. Çish ka mundësi me gjithë udhën? Apo sheni sa dëmtojnë në davetin këtë mënyrë? Allahu Azza nuk na ka thënë për këtë. Allahu subhanahu wa taala na ka thënë ja ka zonë njerëz rrugën për në xhennet. Pavarësisht ajo përgjigjen ata. Pavarësisht apo bëjmë na pushtet.